Rreshtet e Dëborës janë rikthyer në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Aktualisht në akset Bogthedh, Tamar Vermosh dhe Puke Fusharës, po përballen me rreshje të dëndura dëbore. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë me dije se mjetet borpastruese po punojnë për pastrimin e rrugëve nga dëbora dhe shpërndarjen e kripës. Drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit për shkak të lagështisë në rrugë, të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhtojnë për në zonat malore me prezencë dëbore. Sipas të dhënave në terren nga njësitë administrative, përveç problematikave të vogla të shfaqura në këto akse rrugore, shoqëruar edhe me rënje gurësh e rreshitje dherash, ka patur probleme edhe të furnizimit me energji elektrike për disa fshatra. Ndryshimet e temperaturave në këto ditë, veçanërisht në 24 orët e fundit, tregojnë se dimri po refuzon të largohet dhe se dëbora është prezente edhe në pranverë. Megjithatë, parashikimet e sinoptikanëve flasin për një rikthim të situatës në normalitet, pasi që prej ditës së hënë, rreshtet në pjesën më të madhe të territorit do të pushojnë dhe kthjellimet do të jenë prezente, duke bërë që situata të njohë normalizim. Edhe policia e shtetit pas situatës së krijuar nga moti i keq me rreshje dëbore ka apeluar për kujdes të shtuar. Drejtuesit automjeteve këshillohet të ulin shpejtësinë dhe ruajnë distancën e sigurisë me mjetet të tjera. Është rëndësishme të respektohet sinjalistika rrugore, të ndiqen udhëzimet e shërbimeve të policisë rrugore dhe të shmangen lëvizjet e panevojshme në zonat me vështirësi qarkullimi, kryesisht zonat malore. Në rast të udhëtimeve në zonat e prekura nga rreshjet e dëborës, automjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimrore dhe zinxhir. Në rast nevoje, telefononi numrin papagesë 112 dhe shërbimet e policisë do t'ju vinë me njëherë në ndihmë.